Dëshiroj që sipas asaj që na vijnë prej mohabeteve të trive nëpërmes Facebookut dhe rrjeteve tjera sociale, janë do terme dhe do slogane, parulla që i përdorin të rit dhe me to gabimisht i kuptojnë disa gjëra dhe gabimisht i zhvillojnë pas të netën e tyre ato gjëra. Prej sloganeve që shohim që përmendet shpesh nëpërmes internetit dhe në kompjuterat tonë është slogani ose parulla besoj në Zot, nuk e dëmtoj askan kaq. Mjaftohet me këtë që ai qëtë besimtar me zemër në Zotin fuqiplot dhe të mos i bën dëm askujt dhe kaq këtu përfundon gjithë besimi i tij ose gjithë feja e tij. Dhe normalisht kjo është gabim për shumë arsye. E para, feja islame konkretisht nëse flasim rregullon ose ndihmon besimtarin në rregullimin e raportet të tij me krijuesin e vet, që ka të bëjë me besimin. E ndihmon për të rregulluar raportet e veta me vetveten dhe ndihmon për të rregulluar raportet e tij me shoqërinë në përgjithësi. E tani, ti që thuan e besoj, besimi jot, raporti jot me krijuesin është i mangët, sepse ky raport ndërtohet mbi dy parime bazë. E para është besimi, e dyta janë veprat. Apo thon ndryshe, janë tre këndshi i definicionit të besimit, që fillon me besimin në zemër, shprehen me gjuhë dhe vërtetimin me zemër. Pastaj, rregullimi i raporteve të njeriut me shoqërinë nuk ndërtohet mbi parimin veç mos i bën keq askujt. Kjo është një parim. Mirë po, ky parim pastaj plotësohet edhe me parime tjera, sikurse për shembull, bënu mirë njerëzve, bëu i dobishëm për njerëzit. Andaj, feja islame, kur tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam parimet mbi të cilat ndërtohet feja islame, tregon se ndërtohet mbi 5 shtylla. Dëshmia se s'ka zot tjetër veç Allahu, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i Allahut, falja e namazit, agjërimi i Ramazanit, dhënia e zakatit dhe krye haxhit, që tregon të janë vepra. E gjithashtu, ku jeta në shoqëri kërkon që ti të bësh dobi njerëzve, të jesh i dobishëm për familjen tonë, i dobishëm për rrethin tanë, i dobishëm për shoqërinë tonë, për vendin tanë, për popullin tanë në përgjithësi, dhe mos mjaftohesh me faktin veç mos i bësh dëm. Dhe ky edukim fetar islam e kalon besimtarin, e transformon njeriu nga një besimtar apo nga njeri pasiv në njeri aktiv për të mirë, sepse na shohim shumë të ri dhe të reja janë aktiv. Mirë po fatkeqësisht janë aktiv në gjëra të dëmshme, në degenerim, në gjëra që i sjellin kob dhe zeza popullit në përgjithësi. Dhe na kemi nevojë që kjo energji dhe ky elan që gjendet tek i riu dhe e reja të shndrohet në energji pozitive për të sjellë njerëzimit mirësi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Khairukum anfa'ukum lin-nas." Ma i miri për jush është ai që është më i dobishëm për njerëz. Dhe shikuar në Kur'anin Fisnik do të vërejmë se një grumull i madh i ajeteve dhe verseteve kuranore flasin për besimin në Allahun dhe veprat e mira. Ata që besuan Allahun dhe bëjnë vepra të mira, dhe këta janë të pandara njëra me tjetrin. Andaj slogani, parulla, unë besoj, nuk i bëj dëm askujt dhe kaq është i mangët dhe nuk përfaqëson ose nuk tregon personalitetin e plot të një njeriu dhe të një besimtar. Andaj, i nderuari vëlla i ri dhe nderuara motër e re, mundohu që të kalosh nga kjo fazë në këtë fazën e besimtarit, i cili u bëj dobi njerëzve dhe flijohen për të mirën e të gjithëve, fillimisht domethënë flijohen për Zotin fuqiplot e pastaj ky veprim është në dobi të gjithë shoqërisë. Elusim Allahun fuqiplot na bën të këtill dhe të na bën njerini aktive në veprat e mira, që e mbushin jetën me vepra të mira dhe me këtë rrezatojnë energji pozitive për të gjithë shokët dhe shoqet e tyre kudo që janë ata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.